Përshëndetje. Ka rralla pyetjeve me thash ti përgjigja disa nga këto se po bëhen shumë. Me të filloj ke para. Ma ke shpjegu shumë mirë, thot, dhe të falenderoj nga zemra. Jam dakord me ngrënërinë e mishit. Që të ndihmon ty për ndryqimin tënd. Po unë si do ta heq nga ushqyerja ime e mishin. Nuk e ha dot fare, sepse me kujtohet dhimbja që ndjen kafsha. Po mi më shpirt mos e hajti mishin, po e ndiva aq keq. A këto s'ke nevojë. Po të muajnë diçka ani shumë me kohë. Edhe mund të bisedojmë prapë, ose mund të bësh një farë kërkimi aty në internet. Çfarë për shembull marrin njerëzit, ku nuk ka hajnë mishin për shembull, që ta zëvendësojmë diçka tjetër. Për moment mund të bash atë. Pyetje tjetër. Përshëndetje, kam një pyetje. Se disa shpirta nuk largohen pasi trupi vdes. Shumë herë njerëzit kanë parë fantazma. A ka vende të pushtuara nga shpirtat dhe pas një tragjedie, a mund të ndodhe që shpirtat të mbeten aty? Për shembull, një rast kur një shtëpi mori zjarr dhe aty humbi jetën një familje e tërë. Burri, gruaja dhe 3 fëmijë. Ajo shtëpi u rikonstruktua, por askush nuk mund të jetojnë aty, sepse të gjitha ata që kanë shkuar kanë parë fantazmat e familjes dhe janë në trembur duke u larguar. Pse ndodh kjo? Ajo familje pati një fund tragjik, por pse nuk mund të ketë gjetur paqe në botën tjetër? Faleminderit, respekt. Po me ka lloj shpirtash. A kupton? Ka lloj. Ka lloj radhësh, imagjinoj ti botën. I shtetë si India, diçka lloj gjash besojnë ato atje. Njani beson kësajt, njani beson lopës, njani beson kështu, tjetri kështu grupe, ndej shumë, kështu disa njerëz. Disa nga ato s'kuptojnë fare çfarë është kjo rruga spiritualitetit atje, ka shumë. Unë për imagjinoj gjithë botën time, që kanë lloj kuptimesh, lloj gjënash, edhe Shqipëri, edhe vende tjera. Kjo që ndodhi me ku shpirti varet, ku shpirti në gjendje çfarë beson. Prandaj them unë. Ku jeti shpirt për shembull. Asnjë gjë mund ta vdesë shpirtin. Asnjë lloj gjaje. A kupton? Shpirti është për këtë moment ke loja ime. A kupton? Asnjë s'mund ta kapi shpirtin, ta vdesi, ta mashtroj, ta baj, asnjë lloj gjaje, a kupton? Po me ti po mendove që diçka do ta baj ty keq ke shpirti jot, ose do të vrasë, ose do të mashtroj, atëherë ti ja jep fuqinë diçka tjetër. Një zoti tjetër, një Allah, një tjetëri, ta kupton? Edhe ka njerëz që s'besojnë Zotin, ka njerëz që mendon se këtë vetëm ky trupi, për shembull, është kur vdes trupi, vdes dhe shpirti. S'di çfarë bëhet, friksohen. A kupton, janë komplet merë, njani beson kësajt, njani beson tjetrës, tjetra beson tjetrës, ka lloj. Edhe shumë nga këto shpirtin me, këto janë për momentin, shkojnë nga këtu për shembull, shkojnë ke dimensioni vet, a kupton? Kur vdesin për shembull, ndonjëherë e kuptojnë kush janë nga trupi, ndonjëherë ku janë keq fare, për shembull, për që e keq kap me shtëpinë ti, ke punuar gjithë jetën. Ti punon gjithë jetën vetëm për të bajë shtëpi ose për ta marrë atë shtëpinë, kështu e do shumë anë për këne. Edhe ku të ndodh një gjë kështu tragjike, ka dhe shpirta që rrin aty, i cop kohë, kupton, derisa vinani ke drita dhe nga drita ani ti ikin shtëpi direkte. Ka shumë që ikin direkt ke drita edhe ikin shtëpi, ka shumë që ikin as ke këto dimensionet e veta, as ke drita, ka që shkojnë direkte nalt aty ke veni jonë.
Ky është shtëpia jonë, varet çfarë gjendje je ti, ja kupton? Që kështu me e zbatohet ajo, komplet ato arkitektat e lojës që i din këto gjëra që i ban që i shohin. Që kështu i me ti për momentin sa është kjo loja gjallë, ti je shpirti, ja kupton? Ti je Zoti, unë jam Zoti, tjerët janë Zot, po se din asnjani. Po thoj, ja kupton? Se kam mësuar gjithë jetën që ka i Zot më të lartë. Edhe a është vështirë, ku kupton ashtu ti kur s'ke për të qu, ke për të qu, po s'ke për të qu kështu, ke për pas të kështu, ha. Si pa dashje, po nëj kështu, ku ta lëqosh vetën direkt, ta kuptosh që jeti Zot atëherë të hapën dyert, ta kupton? Po nese. Ky momenti me që ka ndodhur shpirtit, ky rri aty ka shumë që pëlli fantazma, xhina. Janë këto shpirta që rrin rreth të qarka, kupton këto energjia të këtyreve. I me këto mund t'i shpëlash me një medium, a kupton ti tregoj që po shoku, ti të ka marru koha këtu, a kupton ti u dogje për zëllove, ti me shkon atinal ke veniot, a kupton pa ato du në i medium t'i komunikoj, se gjithë njerëzit që janë aty për shembull edhe mund të ndihmoshin, por kanë frikë me edhe i duket si fantazm. Që mund shkosh aty edhe sikur mos komunikosh, për shembull, edhe sikur mos jesh në far mediumi, prap të rish pa frikë, komunikon, i tregon ato për shembull, ti mund të bash tek kështu për shembull. Këtyre ke shtëpia, të rish pa frikë, se s'ka, nuk kap gjatë ty, nuk është fizik maj. Nuk të kap ty gjatë me një dorë. Lene që tremi të bajnë, për normal të e do shpine vetë, s'ka qef që e kanë dru, këto e kanë prish, e kanë ba, e do sa i e shefa që që shpia tit, e shetë ndryshimet të fantazmat, këto s'kan qef, që vi njerës tjere ty, i ndryshojnë gjanat bajnë, këto s'kan qef. Sa a që ha petla, se ato janë ke dimensioni vetë, për janë prap tua, këpton? Ka shumë gjana rreth të qash ne, po ne nuk i kuptojmë dot. Qas ndot edhe qash, ti ishe frekuencë naltë të shifje i me këtu, që të fluturoshin gjërat, kafshë që ki pa përpara. A kupton, ças ka lloj dimensionesh, ça banë kështu klane, ça banë grupe, ça banë rina për klube pinë raki. Sidomos rruga xhite, a kupton që ka lloj gjanash, ka lloj shpirtash. Për me kjo është për të kohë që rinë aty ato, a kupton, kjo mund të jetë për vite, po s'ka të baj fare kohë, se s'ka kohë nga ana tjetër, këtu ka kohë. Po dhe 5 minuta të vjen këtu, zhvillohen banë kështu disa vjet, a kupton? Se kanë teknologjinë e madhe ato. Që kështu me po, këto janë aty, mund të ndihmosh, që thush, thuj, unë kam marrë tu, them, edhe kam qef të lajmëroj, aty ku është ajo energjia keqe që të ngrihen flokët, për shembull, ndonjëherë që kanë frikë njerëzit. Mund të ishte ty pa frikë pa gjatë, s'gjen ty, po vetëm ngorim me frikë ti bashkë me fiksime dhe ndodhin gjëra, si beson. Po ti je aty qetë, për shembull, mund të komunikosh me të energjinë për nive që është aty, edhe i thu shife dritën, a kupton? Imagjinoj me aty ku jeti me sa ato engjëllat pretën presin gati për njeriu të jetë gati. A kupton? Ato presin të jetë njeriu gati. Po si njeriu gati, shpirti gati, ato kanë vështirë, edhe sikur t'i dalin këto tremen, a kupton? Për momentin me që është loja me gjallë. Edhe aty me të viralla, se as njës në të mrapa, ku marrë loja një, o për para, me vaje sa dojtë tri aty, ai dhe vi kohë, ku të thotë, ballë ma thotë. Se kështu e kemi me gjitha gjane, kam bak të me, mu ka vishtë rës, du në gjatë tjetër me. Vjena e koha, këpëton? Ani si kur e qo dëshirin, kam qëtë pa diçka tjetër, se ballë ma edhe të vinë ato. Edhe e ndihmojnë ani, këpëton? E qonë e të ku duhet. Që shtu me këto s'kan drejt pengohen, po besove ti dhe unë, ose tjetër, diçka që është këshu, s'ka zot, ti mund të jenë dimensionin të atë aty dhe e ka energjinë e fort kja shpije dhe parnaj e kapët me të njerës, që kuptojnë paka shumë. Nesë. Tu po gjigja mirë, po unë ashtu kuptoj paka shumë. Ka lloj qas bajnë të shpira, rrina për varreja, zane, janë dhe nga grupe. Kanë qevel ata, kupton, të eksperiencojnë, bajnë e këshu, ku që jam atë forës. Si bajnë në këto, që janë atë kota, për pak e dimension të veta. Atë sak nga ta se ti fare që jam vdek. është çudi, ha? Varet ku janë ato ke petlla. Se ti je Zoti, po menoj diçka ty të bllokon, ti me të bllokosh veten. A kupton, tek ta kuptosh që pas ka më shumë. Ta ambientosh atë nga ana tjetër, ke dimensioni jot ose ku shkon ke drita ania. Ku lodh për shembull të marrin ato ke drita ania dhe drish aty cop kohë edhe me ta çlirosh aty që ta kuptosh që je ti Zoti. Shkosh ke gjitha ato që ke përjetu, që ke ba, çfarë është jote, ç'është jote dhe kuptosh oni që
Kjo erdhi nga baba, kjo erdhi nga nana, erdhi nga fisi, kjo s'mune mora nga këta që po fishin kështu. Gjithë thot shajt me bamin huqti mora nga këta, s'kishte fare para, unë shaf fëmijë unë i vogël, më të po rrifshim, s'dija, unë do baja si këta, do vepoj edhe unë kështu që t'jetoja, se për ndryshe morën qaftë mu. I me do vepoj edhe unë kështu i me, këptonë këtë keq sa dushani. Bajnë kështu, bajnë asho. Edhe ato e me, do marrin lojët e vetë, apo i besun aty për gjërave. Për ne themun, as si gjatë nuk kap ty, pengon ty ose të vdes ty, ndërse ti e beson atë. Atëherë ti do marrësh eksperiencia, sidomos fillim kur dal nga trupi, di shohësh gjithë ato gjëra që ke mrena për mrena. Duke qenë gjallë, po duke praktiku. Edhe me kuptuani kush është e jotja, kush është e jotja, dhe me i çliru ato që s'duan edhe me i majt ato që duan. A kupton? Që shku marron gjëra të gjithë shkojnë në shtëpi. Përshëndetje, faleminderit për videot, na fol pak për diellin. Çfarë kuptimi ka në qirinjtë që ndezim në vende të mira, për veten tonë ose për njerëzit që kanë ikur në botën tjetër. Dielli më është si gjithë gjërat e tjera që kemi krijuar ne, është aty, a kupton, ka ban punë vet ajo. Duket si diell tu, nuk është fare nxehtë ajo. Mendoj se nxehta vjen nga dielli, ja. Është tjetër fare teknologjia që vjen nga nxehta kur zillon dielli. Po nga mbrapa dielli është si kështu ajo, si grop e zez, që themi ne, që thonë në anglisht black hole. Mund të shkosh, mund të dalësh, mund të bash. Ka edhe kështu spaceship që karikohen nga dielli me atë energjinë që duan këto që si shohim ne. Çfarë bëhet? Po nëse. Kështu e kuptoj unë, diellin pak a shumë. E çfarë kuptimi ka në qirinjtë që ndezin në vende të mira? Po ajo mund të jetë mirë, a kupton? Vende të mira, kush a veni mirë aty? Kush thot ky, a veni mirë, ne ulim aty, veni mirë. Po lëni me këta, vuna ti ku dush ti qiriu. E mos e bani me frikë, se nëse mos shkon ke veni mirë, këtu është veni keq. Ai veni është ashtu që ban ti vet. A kupton, plani këto të mia të qijat. Po pa futën e qiriti ta bash mirë fare, se kur fut qirini o jemi pak me frikë ose ta fusi ke mia do dalë në mirë, ne. Ku më qirini për shkakun mund ta përdorësh për gjë të mirë. Shko për shkakun karikoja 3-4 herë, kërce, rato, po diun. Ani natyrë për shkakun, vjen ani në shtëpi, edhe ja 3-4 orë aty me qiri, ulesh me dhomë vetëm aty, edhe shive qiri, unë më studio aty, fokusohu. Do ndalë gjëra të mia dhe mund të shohësh diçka, se për shembull nga ana e Zotit. E kariku vetë, me ka art mirë aty, jo të vish aty po ndel xhamu, ku ka goli? Ku a fantasma? Ku a alieni? Ku a ky Jezusi? Ku a ky engjëlli? Çfarë po flet kësuni? A kupton? Ose ka frikë tu ose pa me qet për shembull, edhe ashtu është mirë për shembull. Edhe këto të tjerë malti me ti baje respekti, po ato s'ka nevojë për respektin tonë, se ne jemi gjynyma këtu, ka sonim ato. Ne jemi luz, ato janë ashensor atje. Ato s'duan ndihmë nga njëri ka lusa, ato ku i ka ashensorit do na ndihmë nga avioni, po deshe. Jo të vish tu poshtë i marrësh lypsi që s'ka kokër legu, ka sot me ty kush jetë atje. A kupton, këto gjëra kanë bërë shumë. Kështu ti baje pa të qef, a kupton? Po ka njerëz që bajnë, unë për shembull se praktikoj shumë të gjërat. Po ka tjerë që i bajnë. Po t'isha vetëm unë me le far pylli, kaq fare pa dritë pa gjara kështu, po do ishte mirë me qiri, kupton? Po ka njerëz që kanë qef. Për mua isoj, si qiri, si më fokusu me gur, si fokusu me kafsh, me insekt, ose me gjak kështu, ose qëtësimi i dhomë me e ngjyros diçka aty dhe e ma me nga jo, si ku zbullohet. Si ku hapet në dimension dhe jenë, vaje sa ka praktiku ti me atë. Nuk është gjë për frikë, po është unë gjë mirë. Bëj për të mirë, dalin mirë. Një pyetje tjetër të lutem, ndoshta të bezdisim, por për momentin na ndihmon. Në momentin që le punën, a hapen ndonjë derë tjetër apo si veprove për të paguar faturat? Unë e vana keq fare. Ose ka rësfoli mu, se unë me dorëzova keq fare. Jo dorëzova në kështu, po unë dorëzova keq fare, unë dorëzova që lash dhe punën. Unë kisha ba shumë vite praktika, kisha eksperienca, unë pranaj këto, më futë mu me zojsh që shu që le në punën i me, këpton? Edhe unë e lash i me. E lash punën, mas punës ani, për ikshin mujet, unë s'kisha ma lek ani,
shita shpi, i ndava gjys për gjys, e qova familjen aty, panoj me vetë, u takoj edhe na jetë, po unë sëri edhe me familjen time, kupton, u ri me veten time këto 3 vjet e fundit. Kam praktiku dalven, praktikoj qetësi. Jo se do gruan, po e kam vetë me gruan kështu disa vite, po më kanë thënë, dispiace, po shoh rrugën time me disa vite, ku e di unë sa s'duhet, unë i kam ba, unë i vi mrapa, që kështu me, unë këtë punë kam ba, kam majt atë legët, kam jetu më ato, edhe nana më kanë ndihmu shumë. Që kështu, a kupton? Du ta kesh në farm for intake, dhe këto e se ku e dishin pak a shumë, që unë kisha pak me ba, për shembull, kur t'i futën sajtë rrugës 100%. Që kështu unë gjithë të gjërat që kam punu gjithë tjetër t'i baja, unë i dorëzova. Me shtëpi edhe makinën e kam shet, edhe kështu, e shita makinën që kishte makinë kështu që doja unë bukur, e bëra 3 aku fare, e shita. E bleva për shembull një kështu nga këto fugonat e kampingut që dalë shëtisë se vetëm në kënaqem. Edhe kam anë ringane nga nusja dhe nga fëmija, po unë s'kam qef të rjene nga qyteti kështu, i takoj në herë, po unë kam qef të ripë vetëm time të merë me të gjërat, se ke puna bat vetëm, a kupton? Edhe kështu i me fakturat i me, unë kam su dhe gjërat të reja, a kupton? Unë kam su, unë zdia për shembull që është të investoja, që është për shembull kriptomonela, kjo është si gjuhë tjetër, por e mësova unë, a kupton? Që kështu duhet bërë një punë që të fija gjumë basha me lekë, dhe jo dërri unë të punoj 24 orë gjithë tjetër, e kupton? Për me gjithë të gjërat banë me koha, kupton? A unë kam suj me për shumë një përgatitur, nuk jem në mjeshtë, por unë di për shumë me këto kriptomonelat, qysh funksionon, qysh truhem, qysh qatë ble me qatë ble, qysh ta shes me qatë ta shes, edhe ku ta marrë qysh ta ruja, kupton? Kaq, thjesht, unë jam një profesional. Po është mirë me ditë të gjanat, kupton? Me mësu gjëra të reja për shembull, që si dija përpara. Ishte vështirë. Unë me parëja që parëja në pëll. Ishe për isha punë, po baja praktike të me hanë gjodhe pak shuj me mësove të krytu në e ku kisha kohë. Nuk pëlqente këse i njëra këto njerëzit e YouTube që shpjegoshin, që të mësoshin, po to nuk janë të kapëm. A këtanë e kanë energjinë e një energjinë direkt. Nuk pëlqente me energjinë time atë kohë, po ku ishe në e këshu unë, si që lajsh mirë atë e enjoya, këpëton. Edhe mësoj pak tu, pak aty, dhe jam kur e mora dorën, kështu të thjeshtave, kupton? Shkoj ke tubi, thoshte, shkon këtu, blen kështu, shtyp këte, unë baja syru si fëmija, klasë parë. S'kisha problemu, edhe do zoti mas atë 2-3-4 mujve e mora dorën, unë edhe me e kam dhe këte për shemë, di paka shumë, kupton? Edhe kismeti me informacionin, me të gjanë që kanë zbuluar vetën me, isha i varfër, u bana po thoj mirë fare, kështë gjitha të njët me shpi, me maqinë, me qene, me peshinë, me gjitha gjanat, ta këpëton, haja, pija, rria, knaq, që gjithë tjetër, unë i kam lang këto uqit me, se më kam fësu këtoj me që të rime vetën time, i kam mesh me këto Armanet e Gjovanet, se ky zotin këtë mënyrë, këtë ndjenje, nuk i vinë Armanit Gjovanit, që ka bakati dytë, na duke vetes ku që jemi në, vishim i këshu, vishim e shuë, këpëton, ka llojet veshur, vaj, qaj që që fiksu ti. Po patet i pasi gjithë tjetë vishë me kostume, këshu e ti menë se kjo është gjë normale. Që i vesha për dasë, në vesha për festa dhe këshu banë si bajnë të tjera, si këto delit e tjera. Nësë është në gjë keqe dhe jo, këpëton baja që ka, po unë me... Por mu për shemull, unë s'kam nej farë, këshu mënyre, unë ku qomë s'di ku s'jam a vetë, që të pajë së që unë jam i lire, vla farë, këpë është shumë vështirë me jetu këtë jetën. Në fillim, qysh? Si që mësu, se në mësu punoj atë baja. Për nese, shumë më dërzova e me, na je duhet bish posh fare lakuri, që shardon nga jo eksperienta e lakuri, se kuptova, për i me kuptojnë, që këtoj me ta, unë këpër vija posh tash në hare, siguron një legët, siguron një familje, se dhe bajun punën që përdoni ju, la kupton? Ku arën tunë këtë bandë kundër të, mi morën ato legët që kisha ato edhe shpinë edhe gjitha maqinë në një qita. Të ma futën kundër, më shive. Nga Armani ke bluzja 3-5 euro, a këpëtan? Nga këpusët nga 200 euro, nga 60-70 euro gjinset e këshu e gjanë, a këpëtan? Qas batë? Këshu me këto mu, ma banë striptis mu, në zhveshë lakorejqë komplet për të krasoshë para. Që këshu i me më ka qonë dhe ke këto vend, ke pylli, për mirë ke pylli, më do të në qonë të me në shpi aty mu, ku ishë me tulla, këshu ke vicion që pa shumë që ma të rëgu këto, do t'ikësh aty. Banosh aty, ishim i farë këshu liqeni aty. Tek pull, mërë në farë në pyll.
ishi shpik shumë me gura, nga këto, dhe s'kisha s'qati aty. Ashtu që të rrimë aty, aty e menjë aty, unë jam mësu me krevat dope aty me kalorifer, me gjithat mirat, i kanë që mu këtu ke samami, ke hamami, ku di unë ku jam, që më do të unë aty me marushtë, me gjarët, me gjithë të tjerë, që të unë aty rëlla. Që këshurin me aty fillim ike, sa të me e dorë, mësosha, pak, e forcoj vetën, që është i taj kësaj komfortit mirë me unë, që të ri këtu, banoj këtu, flej për jashtë, si rrugaq, a këptan? Ku i kanë gjithat mjetë e ma tanë. Po, nese, më thoshin shokët, ike mos baja, ty mos bak shumë, më thoshin shokët, që pe ike ta qyshtarisha ty ta dojtë banjë, dojtë durë, se jam mësu me parfumën këto, edhe unë ashtu jam mësu me këto shampot, me këto pantenet e këto gjanat e tjerë, si gjithë tjerët, a këptan? Po ato i me janë është që janë, mërë për mërë, po nese, s'po i flasë për unë i me. Po e ka mua vetin që, a këptan, ti ku i këptan që e të një që të rrigon ato shokët e tuaj që i themin e Zotit që këtë loj janë me i gjendje më të mirë, me teknologi më të mirë, me vedijen e vetë, ta kupton? Që janë aty nalt, ka dhe jashtë, ta kupton? Ka çast dush ti. Që kështu me unë fala Zotit keq fare. Po mos i baja këta unë, baja të lekë, unë s'kërkoj edhe unë shumë lekë në atë kohë, kupton? Që baja gjatë, baja, blija, shumë tokë, shumë gjana. Unë duhet pastrosha e mërna për mërna, të kisha marrë të lekët për para, unë dhe kisha marrë vetë në qafë, dhe isha marrë me të gjëra, zë më dilë që mu të gjëra, zë praktikoja me të gjëra, dhe isha që rrumu, dhe isha marrë në një tjetër me. Dhe i ke marmani, dhe i duk shë tjerëve, ushive, rëptan, dhe humi jetën kohë, me të gjërat e kohë, që kam ba jetë tjera. Që këshu i me, rëptan, i me, jam zhvillu shumë, gjëtë jam ba ma mirë, ka marrë dorën i me unë, për shemull, kryoj që dojë unë, rëptan. Edhe unë jam suj me, më ka i ka e huqi. Miku fare, mirë para, qyve, 2 vjetë e gjysë donëtë, para 6 mujve, paka shumë. Kur e hoqa, i hodha të gjitha që kisha, këtë unë, e pash niva diçka unë ku shisha unë i vërteti, qëfar do të shpirti im, i kapa të gjitha ato, vup, i hodha. Edhe fillova përsëria një, tamam, kështu. Për momentin, ashtu që s'duhet. A këptan? Për shdo dhe gjajë të më shpirtë, më tuja, më së mërzit, a këptan? O zemrat e mija, o shokët e mija, o shoqët e mija. Që ma keni dhanë këtë bukurik, këtë kënari, këto fuqijat. Edhe ma mirë të banë, unë jam akoma e vogël, a këptan? Unë jam akoma e vogël krasosh ku bashti me mosh 19 vjeç, bashti pjekëm. Që shumë me ka ko për shdo dhe gjana, a këptan? Që shumë s'mërzitim shumë, unë jam suj me unë. Zdu shumë, unë duke najsi bukuri, që ti s'pok na përvenet bukra, qof gjërat bukra, të knajsh veten, s'ka mas fmi dhegjën e me, edhe grue me, s'kupton mirë fare, po e dje që kam lujtë pak nga mentum, për me që të bajda e shkreta. Edhe e jeton dhe vetë me shoqët e veta, ka qef bajt pik të koktejlat e gjana, dhe ajo është aty ku është. Ajo i përqenë për momentin. I shulla sa një koha, ku tjetë gati, ja këpëtan, unë i me të kanë thanë, kjo puna bëhet vetëm, bëhet me tje, për banet i me i grunë tatë ose me burin tatë, që për urë aty ato, në rohen, kështu thot. O, Zot, kush je, thot. Jo kështu Zot që të respektojnë shumë e vëlla, se nuk është e pabame, po thot, është shumë e vështirë. Po ka që e bajnë, po janë 0.1% nga 100%. Me 0.1%, do gajtë ti. Ose, a këpëton, është shumë vështirë, se jemi të dy shpirtrat, i nëzëm njani tjetërin, kush njani mirë tjetër shkeq, merë për prosht, edhe kemi shumë eksperiencë me ato, kemi shumë energji, ato i dum, na dum, po nuk dinë ato që është dashurie e pafundshme. Ku ta kapën ato atëherë do kuptojnë ato, unë s'kam diçka fare, unë mendoj se isha dashur, isha të doja shumë sa ne për ne. Nuk krahasohen botë, ajo është dashuria. Ai kupton, ai respekton ndryshe, shef femër që ka njëjtën vlerë si puna jote, se këtu në meshkujt jemi ma gangstera, femrat e kanë jetën shumë vështirë. Imagjinoj femrat i mendën çfarë bëjmë ne, kemi zita lirë, se femrat janë ngushtë. Ai nuk është gjë e rregullt, ke qenë ti i femër jetë tjetër për shembull, a kupton? Që kështu me femrat e kanë vështirë, për shembull, do marrin fëmijë, do gatojnë, do punojnë, do bajnë, a kupton? Ka shumë gjëra që janë rregull, po kur kupton ti vetën atje i bi dashuria komplet ndryshe. Ne mendojmë se është mirë që gruajat punojnë gjithë ditën ta gatojnë, ne trim atë me kamë të nalt. Ashtu isham mësuar unë. Çka kenari i merr ku i bën këto gjëra vetë anitja merr dorën, a kupton? Bëhesh pronarë vetes tate. Jo të aty se ka fat tjerë i baj gruaj këtë punë. Mimi e të banë se të do të respekton, po
Do të bash për veten tata, kapton, nuk i bi mirë ashtu. Ja unë po baj punë edhe kështu ale pak ne. S'ka të baj fare, kjo dashuri e pafundshme që prasun, kjo është komplet ndryshe. Ti je shef tjetër për individin, ai shef ti për atë që je, është komplet ndryshe. Por momentin ka lloj mënyra, ashtu panaj ka fut vetëm sajt unë s'do të di se çfarë ndodh. Unë do të zbuloj veten time sa më shumë. Unë jam mësuar kështu të rri vetëm, pa familje, pa gjë. Po më të mësoj valla. Dhe dashuroj vetëm, se kam ba përpara, kam ba po jo kështu që duhet. Që baj me. S'kam gru që më thotë kështu këtu, ose çoj fëmijën ke puna, ke shkolla, ke lodrat, ke restorantet, ke gjanat, ke datlindje, ke sportet e. A këton me për qef. Që kështu i me, kështu bat, kështu e kam ba unë, mos të them bani si ba më, se unë se baj do të punë, po më ato më nalumë me zojt, ke maqina. Mos imagjinoj të alijat punë, të alijat të huqit që shonë. Sa lek prishe unë apo jo? Merë shumë lekën për prishet dhe merë dhije, mujtë jetë dhe merë prapë gjithë të lekë. Kështu së më tas të bëta. E atë kohë dhe punoj për firmë në vëgjeze. Pa firmën time një unë, ma vonë, u bakshua. Për i lash gjitha. Ne lakëshu najer, si... Nese. Thot tjeti, thot, si është që jemi zot? Mos fol budallaqe. Ne furnizohemi me dritë, nga drita e Zotit. Dhe kjo është ajo që ti ke parë. Mirë, ti e di më mirë se mu. Edhe atëherë të duket sikur nuk, ja. Si është që jemi Zot, mos fol budallaqe. Ne furnizohemi në dritën nga drita e Zotit dhe kjo është ajo që ti ke parë. A të duket sikur nuk jemi Zot? A të duket sikur nuk jemi Zot? Po duket këtu. Ti më ke ndjek më pak kohë nga pa, i me ti më banë sikur s'merr ke vesh. Si është që jemi Zot? Ti me së di, ke pas, ke pa vjetë mija, po nese. Mos fol budallaqe. Po jo, se s'plasë budallaqe, s'ka unë kohë për të gjana. Ne furnizohemi me dritë nga drita e Zotit, po tu. Po mirë, ti ke qenë aty, ke pi kafe me Zotin, ti di më mirë se mu shpirt. Dhe kjo është ajo që ti ke parë. Po mirë, ti e di më mirë se mu, se kështu thot hoxha, kështu thot prifti, kështu thon letrat, gazetat, ti me këto spirituale të tjera dhe vin këtu i me me këto gjanat. Po mirë, çfarë them të, vazhdo. Pyetja tjetër. Kërkoj një përgjigje për një pyetje që nuk e kam gjetur ende askund. Çfarë është kjo energji që më shpon në qendër të Kafkës dhe më shtrihet në pjesën e përparme të fytyrës me lëvizje kaotike? Pa, çfarë mund të jetë kjo? Secili ka ndryshe, unë di shumë njerëz për shembull që komunikojnë me tjerë e bëjnë kështu. Edhe pushojnë anë dhe flasin, po bëjnë kështu pak herë para se mu kap me bëjnë lole gjanash, lole shenjash, ç'men është fare, ç'a bëhet çuthi? Se njani ka shu, po ky robi me, ky që i bën këto gjana, që komunikon me shumë shpirta të mirë nga gjithë bota, ka lole racësh. Edhe i bën si kështu si tip kanalli për shembull. Edhe ky ka si puna jote, a kupton, ky filloi edhe ky me zindi qafare, po filloi të meditonte nga 4-5 orë në ditë ky, edhe e bani me kushtit sa muaj. Ani i dolën këtë ditë. Edhe ky edhe pak edhe më inspiroi edhe mua, kupton, thashun, ç'i bën 4-5 orë në ditë meditim, thashun, kupton, ka qenë dhe unë baj 4-5 orë pas pa baj dot. Po i baja gjysë aty 45 minuta aty, orë gjysë aty, pak pushim, 30 minuta, kupton? Kështu baja në fillim. Ani jam mora dhon dorën, kupton? Atë fillon këto gjëra që po ndihet shumë mua, po ti çu i dalën, se ti mos kesh tani kështu. Ka lloj formash, po ose mund të hapi dhe atë syrin e tretë ke kafta, a kupton, ka lloj gjëra që varet për ti edhe mund të shkosh ti dash më shumë se sa ke mundësi, ato sikur ku diun e valla, sikur pengohesh për momentin. Mos e kam si marr vesh to, unë s'kam pas unë dridh në trupi për shembull, kur ka pa nervez sistem, për shembull, vjen shumë informacione, praktikoj shumë ndonjëherë. Edhe por më kam mësuar ç'të bëj atë. Ta qetësoj vetëm. Mos ndodh shpesh ndonjëherë. Katoike, lëvizje katoike.
fytyrës. Po pra, është ato që provojmë të komunikojmë me ty, ti duhet të rishjeti me pa të mundësi. Lejoj të gjanë, nuk tesër bu, nuk të banë njëri gjanë. Si të mos kur bëjë këti të gjërat me praktikë, a kupton? Ju që patët frikë për shembull, si në fillim, ju që keni frikë për të gjërat. Imagjinoni me që rini shtrime, imagjinoni piramidë, që futët që jeti mërëna, imagjinoni piramidë drite me sipër, që trunë për çdo lloj gjaje, a kupton? Imagjinoni që e krijon të magjin, e ka të dritën rreth të qark, ose i farë rrethi për shembull, me dritë energjie, futët sipër mërëna atit rrethit, edhe i aty si punë topi kjo. Me dritë, a kupton? E shef vetëm aty mërëna për mërëna dhe aty je i mbrojtur, a kupton? Edhe s'ke nevojë për frikë, për shembull, ju që keni frikë. Po ban ashtu, është si kshuaja, si mbrojtje. Nga të gjitha, kupton? E ban atë për shembull para se me ba këto gjërat edhe futjoni. Po pa të frikë, imagjinoj një kështu topi me rreth të qark, me xizza që ti je mrena me, po shtrish aty, po kënaqesh ose ke piramidë me dritë bardhë ose me dritë verdhë për shembull, edhe rrin aty me je i qetë, nuk pengon ma njëria, kupton? Edhe e mund batë dhe mund ta kuptosh dhe ma mirë çfarë është kjo. Kjo energji ushtron presion në qendër të kafkës dhe në ballë duke u përhapur në të gjithë fytyrën me lëvizje dhe presion kaotik. Po pra, është komplet këto frekuencat në jera, kupton, varet. Çfarë frekuencë, po kështu e ka në jera këto. Ne jemi të gjithë ndryshe, kupton, më kam thënë. Ku diun me çfarë race e marrë para se marr tu ato raca të tjera janë pak kështu, kupton. Sa të marrësh pak dorën, se s'është mësu trupi gjendja frekuenca, ka lloj tipash. Po thuj angelash o gjëra të tjera, kupton? Kjo energji ushtron presion në qendër të kafkës dhe ballë. Nëse nuk e mbaj nën kontroll, mund të më shkaktojë edhe dhimbje, jo valla. Nuk shkakton asgjë gjatë, i më shive vetë sa duron, po i më dërzoh pak ti dhe skutike të dhimbit tani. Është ajo fillimi. Në fund të fundit jam unë ai që bëj të mundur manifestimin e kësaj energjie. Po. Sepse kur përdëndroj vëmendjen të vetja, ajo shfaqet me këto lëvizje dhe presion kaotik. Po. Kjo ishte pyetja ime, faleminderit për informacionet që keni ndarë në kalin tuaj. Po, më s'ka problem. Kutro, mik. Prap, kjo më ka si email kjo dhe. Për poshtë po thot, po të regoj përvojën time të përmbledhur në maksimum. Gjithçka nisi në fillimin të vitit 2023, i lodhur nga vuajtjet e mia dhe nga një jetë e boshatisur. Mora një vendim me një objektiv të qartë, të zgjoja të gjithë ndërgjegjën time të përjetshme, por që e ndjeja të fletur brenda meje. Po pra, qëti ka ardhë ka e gjithë ku je i lodhë nga vujtjat e gjitha, e mija dhe nga jetë e bashkëtuet dhe mora vendin me një objektiv të qartë. Po, aja thë bolë, thë e kupton? Pa e kuptuar as vete, po praktikoja meditimin në mënyrën time. Po, bukur fort. Mi dërzu ti me atë, banaj se di. Shumë bukur, ashtu bëjmë gjithë. Përvoja e para erdhi pas 2 ose 3 javësh. Shefti? Isha i shtrirë në shtrat me kufje në vesh, bravo. Duke dëgjuar muzike melodike dhe i zhytur në errësirën e plotë të mendimeve të mia. Po. Koka ime në atë moment ishte plotësisht e relaksuar, pa pritur si një pikë uji që bie në qendër të kafkës. Ndjeva një shpërthim të ngjashëm me një fluske ajri që pushtoi të gjithë kokën time si një re. E shoqëruar nga një vibrim i hollë, koka ime u bë lehtë si ajri dhe përjetova një lumturi të papërshkrueshme. Po pra, nuk përshkruaj të gjëra. Do kupton? Të janë të gjëra që them unë. Rrit me ty këta, kupton? Sidomos fillim ku janë kështu që kupton mirë. Për shkak ja, doli mirë kjo, ka të bëj mirë këtë gjërat. Edhe sikur tash për lajn ato që gjë në bllokim, në gjë, ato i dini shohin, i kanë kështu atë në internet, qyshin nxjerr këtë internet dalin këto. I bën kështu me durë. Jo se ne këtë televizor, ha, shtypi këtu, shtypi këtu. Nëse.
Pas një jave tjetër meditimi u shfaq ajo që unë quaj partikula e ajrit. Thjesht për të thënë një ide të njësisë. Me fjalë të tjera, lanima. Me fjalë të tjera, lanima. Ka dhe emra, mos e marr vesh. Për nesër. Për një herë kohë jam shoqëruar nga kjo partikulë ajri dhe ndjeshte që përjetoja ishin të ngjashme me ato që mu shkojnë të vogël, që fluturonte mbi sipërfaqen e lëkurës. Shumë herë kjo praktika është dukur sikur hynte brenda syrit të majtë, pikërisht të vendi ku jam opëruar me lazer dhe gumëshinte aty. Pa e kuptuar pse. Po pra të shërojnë të gjana të lazë, të gjana që i bajmë në këtu të kota, këto të shërojnë e vojnë, mëna përmajna me të gjana. Edhe unë kisha një operim këtu, si ku më thuj kjo mu, edhe bandi atë edhe unë kisha këshisa mu që po punoshin to me mua të ku po me jetoja, në ajer duke shkësho. Për me senima fare. Pas një jave tjetër u shfaq partikula e zjarit, në të cilën unë e quaj spirito. Për të dhënë një ide të ndjesisë se ishte sikur një gjilpëre e skuqur në zjarr të prekte dhe që shponte lëkurën. Po janë këto teknologjia të gjana që se shohim. E kupton çfarë? Po na petam këto sensacione në jetë sikur shtypa, sikur quk ose sikur tjek ose ka pak kurrenti. Ka lloj teknologjia ato që punojnë me këto gjana të kota që i fusin në përmendja që na rregullojnë. A kupton? Po si shohim dot ne. Na ja i shohim ku kapemi, për shembull i nim, për shembull, shpesh si nim tim ne. Ndryshish kjo ndodh gjithmonë përmes vullnetit tim, duke paqëndruar vetmendjen te vetja. Po. Për sa i përket trupi dhe çuditërave të ndryshme që manifestohen si dridhje, tronditje, presion, mungesë, graviteti apo ndjesi të tjera. Po. Ne personalisht nuk shqetësohem, sikur të kisha tashme përgjigjet. Po pra. Edhe sot e kësaj dite jam i shoqëruar nga prania e kësaj energjie dhe nga presioni në kafkë. Po. Kjo energji do më meritonte një video informative me vete. Faleminderit për të gjitha videot tua. Po mirë që pëtëm të i këpto ke paka vetë shumë të e muhabetin, a këpton? Ti me vetëm praktiko këte e me, kështu që shdi ti, përbëdhe dhe gjana tjera, ca që kam sunë, ose shqit në tjetër që kam marrë në eksperiencë shumë, në gjatë tjetër për pate, ose barë që shke ba për para, që shndijet ty sa ma mirë. Se të vim prapë të praktikat, vetëm vazhdo. Ti me kupto paka shumë vetë, njani ka ke kafka, njani ka këtu, njani ka këtu, njani ka këtu, njani ka këtu. Tjetëri ka, a këpton, se cilë ka të fyllën e vetë. Kam gjëgjit paka shumë, ti kupton shumë mirë me qërën to. Ti kupto këtë gjërat. Pas ke marrë eksperienca. Vetëm vazhdo rri mrapa. A e gabim njerëzit? A e gabimi që bajnë shumë njerëzit për shembull është ajo që ato nalohen ose fiksohen. Edhe e len. Ashtu kam bërë vetëm. Ka që dije vetë keq tani ku ka asoshe vetë energjinë se lija do ta dije çfarë është, ç'është. Që kështu e sulmuaj edhe ku si qa fuqi i rjena e mrapa. Se kjo jeta është e vështirë, nuk krahasohet jeta me këtë gjërat, me këto eksperiencat. Pyetje tjetër, edhe këto janë email ato që po lexojmë me. Përshëndetje, jam nga një Përshëndetje, jam nga një fshat i Peqinit, po ju shkruaj edhe një lidhje me zonjën nga Peqini për ta inkurajuar që të mos mërzitet sepse mendoj se kjo është një përvojë që kërkon kohë. Jo, aja goca Peqinit thamën iku me kohë ajo, e laja, s'kupton të aja. Aja se kanë gjufare me sa atë vitin që kanë bënë për atë punë, më mendoj, se di. Pejt pak. Muzika.
dua të ndaj me ju një përvojë që më ka treguar një afërmi im, i cili prej shumë vitesh thotë se mund të dalë nga trupi. Jo vetëm gjatë gjumit, por edhe ndërsa është duke biseduar me dikë. Po, dhe ajo ba. Ai më ka thënë gjithashtu se këtë gjë e ka përjetuar edhe në jetë të tjera më parë. Po, ka nga këto që kanë shumë jeta kështu, që i kanë bërë këto gjërat. Po, janë me, ka shumë që i kanë bërë këto dhe janë me, janë prapë të arumën. Kur ndëronin jetën njerëz të afërm, ai më thoshte se e kishte paketuar personin dhe e kishte çuar në një vend të rehatshëm. Madje më thoshte se sipas tij një ditën e varrimit nuk kishte nevojë as për prift dhe as për hoxhë. S'pa kuptoj mirë. Ku i nderoi jeta nëna, më thiri veçmas dhe më tha, ti di punën time, nënën time e çova në një vend që mund të krahasohet me një lloj parajse. Për këtë arsye nuk mori hoxhë për ceremoni. Më ka treguar edhe shumë gjëra të tjera, por po mjafton me kaq, do të doja se diçka si e shpjegoni unë ju këtë përvojë dhe çfarë mund të nënkuptoj ajo për daljen nga trupi dhe për atë që ndodh me njeriu pas vdekjes. Unë se kuptova mirë vetë vdekjes, që marr ka çok atje, baka se kuptova mirë çfarë bën të kemi njeriu në vdekëm. Ose ti ose ky jo. Po këtë parë nuk kuptova, po që mund ku je shumë eksperiencësh, edhe mund dalësh nga trupi. Unë kam treguar që dal duke dal nga trupi edhe kur e baj praktikën me vetdije, në darkët për shembull, ose ditën, ose e kupton. Po është më mirë kur në qesë, tel tamam fare, shkon atje. Pa mirë për pajtë edhe frekuencën në altë time, mund të bash të kështu, a kupton, duke hecë për shembull, ndodhin ato. Varet me grupin tatë, ato i dinë më mirë të gjëra, ç'të bëhet, ç'të bëhet, kur të bëhet, ç'të bëhet. Kështu ne këtu si marrim vesh, si shohim ato gjëra, ne merrem me njëri tjetrin, me gjërat e kota këtu. Që kështu i unë e di që për të bash kështu, kur ke zhvillu vetën, kur ke zhvillu vetën, kur bashu ascension, ka sa mjeshtra, për shembull mund ta marrin edhe trupin fizik, për e patën gjendje të mirë, për shembull për deshën, e marrin edhe trupin fizik me vete. Në bota tjera. A kupton? Se për barat punë tjerë, që ke trupin fizik atë kodi, e ke për qef, se nga drita, nga ajo vetdia jote, ndriçon edhe gjithë gjanë, nalon plakë, shani, e kupton, që bashkë ku ka pa të energjinë, që shumë mund bashkë qadush ku të vjen akua, po qeket në vela. Po së pata për 7.000 ma shpjego pak më mirë në mesazh tjetër, ta kuptoj më mirë. Sidomos atë që i vdesti çont atje i pa hoxh pa gjë. Kupton, se kuptoj mirë. Përshëndetje ditë të mbarë, kam disa pyetje rreth një teme që ka trajtuar para disa ditësh. Nëse kemi zgjedhur prindrit, a kemi zgjedhur edhe fëmijët apo vetëm fëmijët zgjedhin prindrit? Apo është një zgjedhje e përbashkët? Është një zgjedhje e përbashkët. Shumicën e herëve. Thua se kur dalim nga trupi, mund të takojmë shpirtat e familjarëve që nuk jetojnë më? Po. Por nëse ata janë rimëshëruar përsëri dhe janë duke jetuar një jetë tjetër, si ndodh ky takim? Po prapë aty njodhin gjitha gjërat jetën kohës, sikur dalësh për shembull ta thrasësh ti, ai mund të ikë nga aty, mund të vikë ty, e kupton? Është kështu dhe edhe aty prezent edhe këtu mund të bëhet prezent. Sikur ti për shembull ta dush ti të del ti, vjen gjithmonë te ty ai. Po është atje çush atje apo jo? Vjen aty takon të kënaq që ndodh ti, e kupton? Po normalisht një të kohë është e shijon dhe jetën e vet, ose ka vëllai familjar që se si njefti akoma. Që më tjetë nga ana tjetër, që i ke pas njëta tjera që janë aty me ty, ka dhe familjar nga këtu, ka qatë dush ti. Ka konë që ndush ti.
për me, po, mbarë që gjendje je, a kupton, po që gjendje në frikë, asë në gjojnë ato, do t'jesë pak në gjendje të mija, a kupton, se nëse një shpirt ka ardhur për t'u bërë keq njerëzve, dhe gjatë rrugëtimit të tij ndryshon, ndriçohet dhe vazhdon të luajë me shpirta të tjerë që kanë ardhur për të bërë mirë. Çfarë ndodh me të? Nëse një shpirt ka ardhur për t'u bërë keq njerëzve, dhe gjatë rrugëtimit të tij ndryshon, ndriçohet dhe vazhdon të luajë me shpirta të tjerë që kanë ardhur për të bërë mirë. Po. Çfarë ndodh me të? Ai bëhet kampion fare. Imagjinohet, ima të eksperiencë që ka marrë si një ju keqi me ai. E shba dhe i mirë me, që ju shu e di edhe të mirës edhe të keqës si me. Ja di shumë mirë, e kapta, dhe di dhe më mirë të mirë se ka pas të keqën, ka qenë i keq, me ka zbulu vetën i me, edhe bat ma simpatik, ma meseder, ma a kapton. Se ka zbulu vetën e dikush është i me dhe nuk ba ma botoleqet janë, e kapton, ti bashkë me mosh. Ti shu zhvillohesh, a kupton, është gjam kampion e fare, ku është një keq, e merr nalt, e ndryshon veten, e zbulon veten. Ato tjetë na jemi për shembull ato në gjoja përpara që ato s'njofshin fare mu ma, nga që kisha ndryshuar. U shisha thojti para 2-3 vite, ky të bëhet kështu që të bëhet para 4 ato, s'kisha marrë si kokën lekun, thonë kjo budalla, ky e çmend, ky është me fiksime, të bëhet ky kështu. A kupton që kështu të gjithë bëhen. Që kështu i me, ato më kisha shumë të qia, dhe gjithë kemi qia, ke eksperiencë, e vetëm unë, në cili ka do të veta, e kupton? Të falme nga zemra, u përgjigje shpytjeve të këshyrë shqiptare të kërkojnë të vërtetën. Po pra, ne gjithë i kim shpirin funë e funit, sidomos kur ke bati gjithë të qia të batë shumë i mirë, një, ajo, wow, tjerë atë të thojnë, wow, që është ndryshoj kë shpirti, thot. Nga këshu, thot, e bani këshu, ajo thot është e pabame, se është shumë vështime e zbulu vetën, që është gjendja. Nuk është vështirë, shkollaj fare, për duket vështirë nga gjendja, nga menja. Kur ka thonë tjetë jemi filane, ke emri filani, banon këtë vend, ke këtë familjen, ti beson 100% asaj, se s'di që tjetër. Edhe është vështirë me zbulu vetë, ku e komplet ndryshë ti e i zoti që ne i lypimi. A kupton? Edhe pritet kabli, s'ka nga internetet, nuk punojnë ato internetet tani. Për në ventu, i hapë që s'ba, s'ka, nuk e kap. Është tjetër të përthoshte për atë që thash unë me rejet. U mendove të thuash diçka dhe nuk the asgjë. Mje. Edhe ky tjetër van koment. Fix, asnjë gjë s'kuptuam të kjo. Po mje, i s'kuptoni gjë ajo, kuptojnë të tjerët. Ju jeni dy vetë aty, këto këtë jetë, kështu disa janë aty. Edhe ju shifni ato komente këtyre, ju prapë shkoni kështu. Nuk është grupi juaj, ky është shpirt. Shkojmë në grup tjetër, mos rrini këtu, mos humni kohën kat. Se vetëm këto që janë këtë gjendje kuptojnë të gjanat, jo këto që s'janë. Ju po fliskeni edhe va keq fare se mu shqiptu. Fix! Asnjë gjë, s'kuptuan e kjo. E kupton? Nëse. Përshëndetje, faleminderit dhe gjithçka që je për ne. Kam një pyetje për frekuencën dhe daljen nga trupi. Unë e kap një lloj vibrimi ose ndjesie, por nuk arrit të dal nga trupi. A mund të më tregosh si bëhet konkretisht? Çfarë duhet të bëjmë hap pas hapi? Unë jam njëri i mirë, nuk bëj asnjë shkelje njerëzore, i dua të gjithë njerëzit që ekzistojnë. Kam dashuri për gjithçka dhe jam i qetë për gjithçka. Por, për sa u përket këtyre mrekullive që ti tregon, nuk pa arrit i kap dhe nuk kam frikë nga asgjë. Po mi kështu themi të gjithë ne, po unë besoj të, deri në fare sy. Unë kap një lloj vibrimi ose ndjesie, por nuk arritet. Po ajo është, po pra, ajo që thotë vibrimi ose ndjesie, por nuk arrit të dal nga trupi me 20, 15, 20, 18, këtë 19, sa mba. Sa vite kam ba unë, ti me në kënë gjumu i muj, me ti do të fluturosh. Si alat, me te,
tapetin e Aladinit. Kjo është shumë gjë e bukur, si të një diçka për shembull, më këtë gjëra. Kjo është një fillim, edhe kështu një fillim. Vazhdo me të të dalin, të bëjë këtë gjërat, ke shumë ke sfera jote, ke shumë prindër, ke shumë familje, ke shumë fise, ke shumë jetë, ke shumë vra ky tjetri, kapi smunje te, kapi kanceri, A këton, këto njerëzit duan edhe janë atë gjithë të gjatë, këton gjithë të energjitë të jeve ke sfera jote, edhe se për momentin ti po përbëllohesh të bashkë mirë, po mos po them që si e mirë ti, po me këto du pakon, thash. Këto e kanë atë termometrin e vet, ku ti duhet këtyrve, ku të shofi do që ti e gati, ti vetëm këtu janë. Edhe sikur s'm dali gjatë sot, edhe nesër pas nesër unë prap, unë e baj timen. Unë do dalë ke veni, jam këtu i thë. Ju bani që doni. A këtan, unë do kajkoj vetëm. Po ti të një gjatë për ditë, dalë, e këshu e baja në fillim. Edhe filloshin to. Edhe si kaj tjetëri, me kafkën, e këshu, me gjana, me ndjenja, a këtan, fare, këshaj në gjendje e, unë kam thanë për këtë. E ti e pak në gjendje të nalë, ti me duro, mund të thush ti konkretisht. Mund të baj video kësë smet ma vonë. Prap, të baj pak më të mirë, këshu ma në detalje, pak më të gjatë. S'kja si frikë pas gjati, po të marrën ty me unë fletu i këtu, unë dali luane të turët i me, të dritësh kompleti, të të bim fikt. Kështu bajmë ne, bajmë pa frikë ne, pa nese. Rinjë qetë, a këpton, do kjo kohë, unë kam thanë, kjo s'pat me javë me muje. Ti mu të marrësh një eksperiencë, me 3 mujve, me 6 mujve. Ka njerëz që shkojnë deri vit e marrin një eksperiencë. Pa ne duhen eksperiencë të tjera, e para është vështirë, sa ta bash parën të mirë ti, atëherë ti jetë villojnë tani. Ma kollaj. Po të kapësh parën se ke qenë gjë tjetër të kundërt, më shumë sa njerëzve edhe duke ka për parën e kema pak kollaj si gjë tjera tani. Varet sa i fut ti kësaj për ditë, kështu rrim mrapa. A kupton, rrim mrapa, se do marrësh eksperiencë. Kështu për lej me unë edhe për baj vitet 2 të pyetje të tjera. Mirë pafshim, shifni.